Asnjëherë nuk e kishte menduar se tradhtia më e dhimbshme në jetën e tij do të vinte nga personi për të cilën kishte dhënë gjithçka. Emri i tij ishte Alberto Valdez, ishte 70 vjeç dhe kjo është historia se si i vetmi bir e lanë në një shtëpi pleqësh, pa e ditur se Alberto ishte pronar i ndërtesës. Përpara se të vazhdojmë me këtë histori interesante, na tregoni pak për veten tuaj. Nga cili qytet apo shtet po na ndiqni? Shkruani në komente. Na pëlqen shumë të dim se nga ndodhen shikuesit tanë. Gjithashtu, mos harroni të klikoni subscribe që të mos humbisni historitë e ardhshme. Alberto ishte bërë vejush kur djali i tij, Aleandro, ishte 7 vjeç. Gruaja e tij, Sofia, kishte vdekur nga një aneurizëm i qarr, duke lënë atë dhe Aleandron vetëm, me borxhe dhe të hutuar. Ai e mbante mend atë mbrëmje si të ishte dje. Aleandro po flinte në dhomën e tij ndërsa ai ishte ulur në kuzhinë në gjysmëhije, duke shfletuar faturat të cilat po shtoheshin. Ai ishte shofer autobusi i linjave të gjata dhe paga e tij mezi mjaftonte për të mbuluar ushqimin dhe qiran. Babi, po qam? Pyeti një zë i përgjumur nga dera. Alberto fshiu shpejt syt. Jo bir, thjesht po kujtoj nënën tënde. Shko fli, është vonë. Ata nata ju betua se do të bënte gjithçka për të siguruar që Aleandro të kishte një të ardhme. Ai hoqi dorë nga jeta e tij personale. Punoi 2 punë. Punoi me kohë të pjesshme në fundjavë. Shiti orën e babait të tij. Hoqi dorë nga pushimet dhe kushtoi gjithçka për edukimin e djalit të tij. Ai madje shiti parcelën familjare të tokës në periferi të Saltas për të dërguar Aleandron të studionte në Kili, në Universitetin e Santiagos. Aleandro u rit dhe para fluturimit i tha babait të tij: Babi, të premtoj se do ta shpaguaj kur të bëhem një avokat i suksesshëm. Vitet kaluan, Aleandro u diplomua nga universiteti dhe u bë një avokat i famshëm. U martua me Carlën, një bankiere nga një familje me ndikim. Në fillim telefononte çdo javë, pastaj një herë në muaj. Vizitat u bën gjithnjë më të rralla. Alberto jetonte në një apartament të vogël në Mendoza, një nga të paktët që mund të përballonte pas shitjes së tokës së tij. Ai ishte i vetmuar, por jo i palumtur. Ai kishte zakonet e tij, miq të vjetër, shëtitje në mëngjes. Mosha po bënte punën e saj. Nyjet i dhimbnin. Shikimi po i përkeqësohej, por ai rezistonte. Një ditë rëshqiti në banjë. Ai u friksua dhe mavjosi kraun, por u ngrit, mori disa qetësues dhe ushtri. E thira djalin tim më shumë për të biseduar sesa nga nevoja. Për çudinë e tij, Aleandro dhe Carla mbritën të nesërmen. Ai nuk i kishte parë që nga krishtlindjet. Babi, nuk mund të vazhdojmë kështu, tha Aleandro, duke parë për rreth banjës. Ti jeton vetëm, mund të vdesësh dhe askush nuk do të di për një javë. Mos e egzagjero, thjesht rëshqita, nuk jam një plak i pafuqishëm, u përpoq Alberto të bënte shaka. Aleandro foli me një ton të shesht, të huaj, sikur po vendoste një çështje në gjykat. Babi, ne i kemi diskutuar tashmë gjithçka. Do të zhvendosësh në rezidencë, Era e Argjent, pran Buenos Airesit. Nuk është një shtëpi pleq, por një qendër moderne me kujdes të plot mjekësor. Kemi bërë edhe një rezervim, vetëm për 3 muaj, ndërsa apartamenti yt është duke u rinovuar dhe përshtatur. Alberto rezistoi, por presioni po shtoi. Ata erdhën përsëri dhe përsëri e bindën, sollën një mjek i cili, pa kaluar as 10 minuta, njoftoi shenjat e para të përkeqësimit kognitiv. Është normale për moshën tuaj. Është më mirë të jesh në mbikëqyrje, tha ai me butësi të shtirur. Alberto u dorëzua, ndoshta ishte dobësi ose ndoshta ishte mbetjet e dashurisë për djalin e tij. Shpresa se kujdesi ende ekzistonte. Në ditën e lëvizjes, ai mbriti me një çantë të vogël. Aleandro mezi e shikoi ambientin. Ai nënshkroi dokumentet, e përqafoi shpejt dhe u largua duke premtuar se do të vinte në fundjavë, por kjo nuk ndodhi as pas një jave, as pas një muaji. Por pas sa kohësh djali më në fund u shfaq. Më fal, puna është çmenduri. Si e? Foli shpejt, sikur po përpiqej të shkurtonte qëndrimin e tij aty pranë. Dua të shkoj në shtëpi, tha Alberto. Ai hodhi syt me një anë. Apartamenti yt është ende duke u rinovuar dhe tani për tani e kemi përdorur dhomën tënde si zyrë. Ti e di, puna në distancë, pandemia, gjërat e tua janë të sigurta.
ishte një gënjeshtër. Ai mësoi nga një fqinje se mobiljet e tij ishin shitur dhe apartamenti ishte dhënë me qira për një kohë të gjatë. Vizitat u bën më të shkurtra dhe bisedat më intensive. Aleandro solli dokumentet në një prej tyre. Babi, ky është thjesht një përditësim i dokumenteve tuaja. Asgjë e rëndësishme, tha ai. Alberto në shkoi pa lexuar, vetëm më vonë kuptova se ishte një prokur për të menaxhuar pronën e tij. Atë mbrëmje e pyeta: "A ishte kjo ajo që doje, të më heqësh qafesh dhe të më marrësh gjithçka që kam ndërtuar?" Ai u kthye dhe tha: "Babi, kjo është për të mirën tënde." Atëherë Alberto qau për herë të parë si fëmijë në një dhomë të vetmuar që mbante erë antiseptiku. Por Carla dhe Aleandro nuk dinin një gjë, askush nuk dinte. Alberto ruajti një sekret që ndryshoi gjithçka. Ai ishte pronari shumicës së aksioneve në kompaninë që menaxhonte qendrën, Grupo Vientos, dhe 60% e shtëpisë të moshuarve Era Argent i përkiste atij. Administratorja e qendrës, zonja Morales, vuri re gjendjen e tij dhe ofroi çaj në zyrën e saj. Ai tregoi gjithçka, sakrificën e tij, gënjeshtrat e djalit të tij, ndjenjen e padobishmërisë. Ajo ndëgjoi pa ndërprerje: "Ju nuk jeni i padobishëm, zotri Valdes, mund t'ju ndihmoj. Gjeni një avokat, kontrolloni çfarë keni nënshkruar. Ju keni ende të drejta." Ai thiri mikun e tij të vjetër, avokatin Lucio Mendes, mbriti një javë më vonë, në maskën e një vizite nga një mik i vjetër. Alberto i tregoi gjithçka. Mendes u turbua kur mësoi për certifikatën e rreme dhe shitjen e apartamentit. "Nënshkrimi juaj nuk është të bazë nëse është të marrë me mashtrim. Për më tepër, ju keni një pjesë të kompanisë menaxhuese. Ne do të bëjmë gjithçka sipas ligjit. Pa hakmarrje, por me pasoja." Gjatë 3 javëve ata mblodhën dokumente, regjistruan vizita false nga mjekët dhe nxorën të dhëna për përkeqësimin e kushteve në qendër. Ai foli me banorët e tjerë, pothuajse të gjithë kishin një histori mashtrimi, pensione, apartamente, prona. Gjithçka ishte marrë. Alberto filloi planin. Ai thiri një takim urgjent të bordit të drejtorëve të Erës së Argjent. Në të morën pjesë Lucio Mendes, administratorja, aksionar të tjerë si dhe drejtori i qendrës. Kur Alberto u prezantua si aksioneri kryesor, reagimi ishte heshtje. "Ju, por ju jeni një qiramarrës." "Unë jam si qiramarrës, ashtu edhe pronar, dhe tani do të ndryshoj gjithçka." Ai prodhoi dokumente, pezulloi drejtorin për shkelje të standardeve të kujdesit dhe lëshoi urdhra për reformë. Ai kërkoi një rishikim të menjëshëm të dietës, personelit, organizimit të aktiviteteve të kohës së lirë dhe trajtimit të banorëve. Carla dhe Aleandro mbritën, po atë ditë. Ai i takoi në dhomën e ndenjes, i qetë, i sigurt. "Bir, tani e di çfarë bëre? Dhe di çfarë mendoje? Jam i dobët, jam plak. Nuk më duhet asgjë, por gabove. Më kujtoj gjithçka, ndjej gjithçka, dhe nuk e fal gënjeshtrat." Ai u paraqit me dokumente që revokonin prokurën dhe provat të falsifikimit të dhënave mjekësore. Ai kërkoi një kthim të parave nga shtëpia e apartamentit, të cilat do t'i shpenzonte për banesat e reja. "Do të na padisësh?" pyeti Aleandro. "Jo, nuk dua të shkatroj jetën, dua drejtësi dhe kushte. Ti kthem parat dhe Carla 4 orë në javë, ndihmë ligjore, falas për banorët e qendrës." Ky nuk është ndëshkim, ky është një përpjekje për të shlyer gabimin. Ata nënshkruan dokumentet. Në muajt në vijim, qendra u transformua. Alberto e drejtoi si pronar, jo si mysafir. Banorët morën një zë, respekt dhe pjesëmarrje. Aleandro dhe Carla fillimisht i zbatuan kërkesat me ftohtësi, pastaj me mirëkuptim. Një vit më vonë Alberto u zhvendos në një apartament të ri në Rosario, pranë shkollës së mbesës së tij, Elenas. Ai u bë gjysh për të, i cili tregon histori e mëson të bëj kujdes sipas recetës së gjyshes dhe i kujton se respekti për të moshuarit nuk janë fjalë boshe. Aleandro tha një ditë, ndërsa pinin kafe: "Babi, unë nuk të kërkova falje, më vjen keq, humba busullën, isha i babëzitur, bëra një gabim." Alberto i shikoi me sy për një kohë të gjatë. "Të fal bir, por kujto, të moshuarit nuk janë plekra. Ne jemi kujtesë, përvojë dhe shpesh zëri i fundit i së vërtetës në këtë jetë të zhurmshme." Ai mori më shumë se sa thjesht shtëpinë e tij, ai mori zërin e tij mprapsht dhe u dha të tjerëve.
Në moshën 76 vjeçare, ajo u bë një burr për të cilin mund të ishte krenar. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutemi na tregoni në komente dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë bëni like dhe abonoheni në kanalin ton. Ju faleminderit.